në këtë rast Trumpa, a do ketë një hakmarrje, po themi thonjza ndaj kryeministrit Edi Rama? Jo, nuk besoj se do ketë, po thjesht do t'ja thot në sy. Është më egër kjo. Do ishte interesante. Po do t'ja thot në sy, pse ju mendoni ju se Trumpi ka frikë, dhe përveç kësaj ju e dini që zoti Trump do bëjë edhe këtë gjë, do të thotë merr në telefon tani Macronin, aty do jetë Macroni, po merret Macronin, ose mund mos jetë se 2026 Macroni duket ikë nga presidenti i Francës, dhe merr Macronin tani në telefon dhe thoi pse jeni tallë me mua. Edhe thosh Macronit, ha akoma tref gruaja apo stref. Mund të ndodhë edhe kjo, se di. Zoti Zhlima, të ndalemi pak te raportimi i kreut të SPAK-ut Altin Dumani në kuvend para deputetëve, ku përballë me pyetjet e tyre, por që her pas here kur bëi fjalë për aferat e kryeministrit Edi Rama, dukej shumë i avazht apo po themi jo shumë shtërrues në përgjigjet e tij. Atëre komisioni i ligjeve ose komisioni ku do të raportonte ose raportoi, sepse unë mendoj do raportonte, se s'e raportoi, po thjesht çfarë bëri? Bëri zëdhënësin e qeverisë. Zoti Dumani në kohë reale ka qenë zëdhënësi i Partisë Socialiste, zëdhënësi i Asamblesë së Partisë Socialiste, zëdhënësi i zotit Rama, mbrojtësi në cilësinë politike dhe juridike të zotit Rama, duke vendosur në pozita të vështira institucionin që ka vendosur që të ndryshojë tabelën nga krimet e rënda në prokuroria e posaçme, në vështirësi shumë të madhe. Zoti Dumani nuk citoi në asnjë moment zotin Rama. Zoti Dumani citoi statistika, sepse për zotin Dumani statistikat janë ato të cilët e bëjnë atë më të fortë. Por unë di që i fort bëhet ai që bën punën në përputhje me kushtetutën, edhe jo në përputhje me arrogancën e tij. Zoti Dumani u duk arrogant, e fsheu arrogancën e tij, sepse ka bërë pakt që nesër të iki azil politik nga vendi, sepse ka ndihmuar në mënyrë ekstreme Partinë Socialiste, duke vendosur në burg zotin Berisha, pavarësisht se është i lirë, për burg quhet në pikpamjen juridike, zotin Mediu, zotin Meta, zotin Veliaj dhe funksionarë të tjerë. Tani, është shumë e çuditshme që të gjithë të qekan hajdut në këtë vend, dhe i vetmi që s'qek hajdut që ka Edi Rama, dhe të mbrojt në kaq shumë zell dhe dashuri nga zoti Dumani. Dhe ky është një fakt konkret. Tani, a është hajdut zoti Rama? A është hajdut zoti Veliaj? A është hajdut zoti Berisha? A është hajdut zoti Beqaj? A e të tjerë? Nuk jemi ne për ta gjykuar. Për të paktën, në rast se këta, sipas zotit Dumanit, dyshohen që qekan hajdut, po pse nuk qeka një dyshim i arsyeshëm kur këta kanë bashkëpunuar me zotin Rama, mos të jetë edhe zoti Rama një ndër hajdutët bashkë me këta të tjerët. Të dyshuar se prezumimi i pafajësisë është edhe për një hajdut të thjeshtë që vjedh në një dyqan. Pra zoti Dumani ishte në nivelin e dur, ishte socialisti modern. Në komisionin e fundit dha shpjegimet e tij për sa i përket aksionit që ka bërë Partia Socialiste në SPAK. Po, të ndalemi një moment kur Dumani u pyet nga deputeti Tedi Blushi se nëse është takuar me ish agentin e FBI-s Charles McGonigal, dhe aty Dumani pati një irritim mjaft të madh teksa ju përgjigj duke thënë se si mund ta bësh një pyetje të tillë, a ke një indicie për një pyetje të tillë dhe si mundet që të më bësh një pyetje të tillë kur më pas mund mbushet opinioni publik i gjithi me titujt se apo mediat mund mbushen me titujt se Altin Dumani ka takuar Charles McGonigalin, apo se mund të krijohet një perceptim i tillë në opinionin publik. Ju si e pati rritimin e Altin Dumanit në këtë rast? Unë pash që për shefin e tij nuk e përmendi, Edi Ramën.
Nuk e tha, pashun atë rastin e Megonigal, por nuk e tha emrin e Ramës, apo u fik mikrofon në atë moment, nuk e dëgjova. Se të jem realist tek ju, zoti Dumani, çfarë mendoni ju? Është një person i cili është i pavarur dhe i paanshëm? Jo, zoti Dumani ka ushtruar detyrën e tij ashtu siç e përcakton statuti i Partisë Socialiste dhe zotit Rama. Pse? Sepse zoti Dumani nuk mund të bie, ose më mirë nuk mund të kundërshtojë atë çfarë bëri zoti Rama për zotin Dumani. Çfarë? E takoi me Blingenin. U dekoruar nga Blingeni. Ku është Blingeni sot? Gjiro, bye bye, as i dihet origjina. Ku është zonja Jurikim sot? Bye bye, nuk i dihet origjina. Ku të shkoj zoti Dumani nesër pas nesër? Uroj të shkoj antar i gjykatës kushtetuese në 2028 se tha nuk do të rikandidoj. Por duke që në këto kushte që jemi, me kushtet e Ramës, mund të kandidoj. Po do jetë përsëris shërbëtori i Ramës. O popull, mos e besoni se Dumani i ka fut gjithë këta në burg, pra të opozitës edhe brenda Partisë Socialiste, se është bërë pjesë e manualit për të goditur të gjithë opozitarët. Pra, Dumani nesër mund të godasë çdo person që është opozitar. Ato që godet nga pushteti, i godet për shkak se do të tregoj tek ju që shiko, unë godit edhe më thellë, jo se kaq, e kupton? Unë jam më i fortë, e kupton? Unë i fus në burg i kalm. Po mirë, pse zoti Dumani duhet të thoshte që unë nuk kandidoj në 2028? Pse? 1. O antar i gjykatës kushtetuese, 2. Ose çfarë? Zoti Dumani mund të kandidojë për deputet i Partisë Socialiste. Pra, zoti Dumani thot, në rast se në nesër nuk bëj një nga këto dy gjëra që të shpëtohem, do bëj tjetrën që është akti më ekstrem. Cili është akti më ekstrem? Azil politik. Kush do t'ja japi? Si do t'ja japi? Le ta zgjidhë vet, sepse ne kemi thonë, kur të zbresi Zoti dhe të japi drejtsinë e duhur, dihet që shumë njerëz do përfundojnë në burg. Edhe ata të cilët sot marrin vendimin në gjykatën e posaçme, do përfundojnë vetë në burg. Pse? Nuk është sepse është një, do thoja, një inat ose një mllef apo një emocion i imi. Jo, po ju a them logjikën. Kush është logjika? Pa emocion, pa mllef. Logjika është kjo. Kur ti krijon precedentin dhe fut në burg njerëz me prova pa prova, thjesht për perceptim publik, e peça ta Dumani, thonë dëgjojnë njerëzit kështu, të dhim ka perceptimin publik. Derisa atë tjetër që e kalb në burg ti, nuk të dhim ka. Edhe të në të njëjtën kohë edhe fetar. Ky është mashtrim apo nuk është mashtrim? Është mashtrim. Dumani do të thotë që ti e kalb tjetrin në burg, edhe falesh nga mjes deri në darkë. Se perceptimi publik është, po keni provë, ju s'keni provë këtu, pse? Sa i do të kuptonte, a keni apo nuk keni ndonjë provë? Po ekziston prova, ekziston, por nuk ta nxjerrin. Se s'ta nxjerrin, se e mbajnë, si ta mban Rama A4-ën edhe ty edhe asaj me 350 emra që ka, e kupton? Sa ajo që ka 350 emra, Dumani nuk e futin në burg direkt. Po e bën lavazh, presion. Mbaj e këte, mbaj atë se me presion e jetojnë ata aty brenda.